Ne jemi rikthyer përsëri në studio dhe është momenti të flasim për temën e ditës. Do diskutojmë sot lidhur me një problematikë e cila na shqetëson në një farë mënyrë të gjithëve, disa më pak e disa më shumë. Bëhet fjalë për rënien e flokëve. Femrat dhe meshkujt duan të dinë më shumë se cilët janë shkaqet që i çojnë rënien e flokëve dhe mbi gjitha se si mund t'i trajtojnë ose se si mund t'i parandalojnë këto probleme dhe këto shqetësime. Dhe më mirë lidhur me këtë temë, do ta flas e ftuara e ditës. Kam kënaqësinë të kem në studio mjeke dermatologe Albana Lufi. Mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Dërgo Albana, juve jeni mjeke dermatologe, siç e thash, në klinikën dermatologjike dhe estetike Dermovita, njëkohësisht pedagoge jashtme për lëndën e dermatologjisë në Universitetin Kristal në Fakultetin e Mjekësisë. Dhe të diskutojmë gjërësisht, ka shumë besoj për të folur lidhur me rënien e flokëve. Fillimisht, cilët janë diçka më shumë tipet e rënies së flokëve dhe shkaqet që i sjellin këto probleme? Rënjet e flokëve janë patologji që hasen mjaft shpesh në praktikën e përditshme të mjetëve dermatolog dhe stresi që ata shkaktojnë te personat që vuajnë nga këto probleme është mjaft i madh. Ekzistojnë forma të ndryshme të rënjeve të flokëve dhe shkaqet janë të lidhura kryesisht me secilin formë të lidhur tipikisht. Kemi rënje të flokëve të përgjithshme të flokëve, ku flokët bien në gjithë sipërfaqen e pjesës së vet, atë që është formë që haset mjaft shpesh, ose kemi rënjen e flokëve me vatra, mund të jenë 1, 2 ose disa vatra deri në rënjen totale të flokut, duke përfshirë jo vetëm pjesën e kokës, por duke përfshirë edhe vetullat, qerpikët ose qimet në pjesët e tjera të trupit, dhe kemi dhe rënjet e flokut me bazën genetike, ose atë që ndryshe e quajmë tullacoria, si te femrat ose te meshkujt, që ka një bazë genetike për shfaqjen e tyre. Për të shpjeguar më tepër rreth shkaqeve të rënjeve të flokëve, do t'i marrim format me radhë për të kuptuar më tepër, sepse çdo formë ka shkaqet e veta. Ndalojmë tek forma e parë? Po, forma e parë, rënja e përgjithshme e flokëve ose atë që hasim më shpesh, ne në gjuhën mjekësore e quajmë defluvium capelli. Normalisht çdo person në ditë mund të referojë për një rënje 80 deri në 100 fije flokësh, dhe kjo është një rënje normale. Nuk është shumë atëherë, se duket shqetësuese kur e përmendi. Duket shqetësuese, por normalisht sepse nuk arrin asnjëri ta kuptojë këtë rënje flokësh deri në 100 fije. Ky flok bie vazhdimisht në momentin që krihemi ose në rroba, gjatë larjes, gjatë krefjes, ose gjatë kohës, shpeshherë personat e kuptojnë në momentin që pastrojnë shtëpinë, ku mblidhen ato pjesët e. Kjo është një rënje normale. Ky flok që bie zënsohet. Nëse kemi rënje më tepër se 100 fije në ditë, atëherë flasim për një patologji, atëherë duhet të shqetësohemi. Si e kuptojnë personat, nëse bëjmë një tërheqje të lehtë të flokëve dhe nëse në dorë ngelen më tepër se 5-6 fije flokësh, atëherë duhet të shqetësohemi. Ka një problem atëherë. Atëherë ka problem dhe duhet të bëjmë disa analiza për të kuptuar se cila është arsye e rënjes së flokut. Unë po përmend disa nga këto shkaqe, si çrregullimet e tiroides, si prodhimi i tepërt i hormoneve, ashtu dhe prodhimi i pakët i hormoneve të tiroides, anemia është një arsye tjetër e rënjeve të flokut, stresi gjithashtu ndikon, sëmundje të ndryshme që shoqërohen me temperaturë të lartë ose sëmundjet kronike të organizmit, gjithashtu janë shkaqe të cilat shkaktojnë rënje të flokëve. Gjithashtu medikamentet të cilat merren për një kohë të gjatë. Të gjitha shkaqet e përmendura, qoftë edhe sëmundjet kronike, duan një farë kohe që të shkaktojnë rënjen e flokëve. Shkaku duhet të kërkuar deri në 2-3 muaj para fillimit të rënjes së flokëve, nëse bëhet fjalë për një rënje graduale të tyre. Ka dhe faktorë shumadhor të cilët japin rënje të menjëhershme të flokëve, kështu përmendim medikamentet që përdoren për kimioterapi, ose radioterapia, ose një situatë mjaft e rëndë, stresi, si një falimenti, një biznesi, ose vdekje një personi shumë të afërt, faktorë të tillë japin rënje të flokët për një periudhë shumë të shkurtër, deri në 2 javë. Floku fillojnë të bie dhe pacienti fillon dhe të shqetësohet. Nuk duhet haruar dhe medikamentet të cilat përdoren për një kohë të gjatë, është një gamë e gjerë e medikamenteve, kështu që pacienti që kanë si efekt anësor që shkaktojnë rënjen e flokut. Por duhet kalojë ajo periudha 2-3 mujore, derisa medikamenti të bëjë atë efektin e vet negativ në flok dhe floku të bjerë. Gjithashtu nuk duhet lënë pa përmendur te dietat e mëdha drastike për të rënë peshë. Dhe ato janë një arsye që floku biehet në mënyrë të përgjithshme në gjithë sipërfaqen e pjesës së kokës. Dietat kryesisht pa proteina, pa të ushqimin e jashtëm, gjithashtu dhe faktorët e jashtëm dhe kolorimet ose permanent i vazhdueshëm mund të jenë një shkaktar që shkakton rënjen e flokut.
Kemi pra kaq shumë shkaktar. Ju folët për rënien e flokëve në formë vatrash. Ndalemi pak tek kjo pjesë, edhe për ta parë ndoshta edhe me imazhin, ndihmon edhe regjia në këtë momente, se si është, se si janë femrat meshku që e vuajnë më shumë këtë shqetësim. Rënia e flokut në formë vatrash faktikisht ja siç po e shohim edhe në ekran është një patologji mjaft stresuese. Kjo kap të gjitha moshat, pa përjashtim duke filluar nga moshat pediatrike, që nga fëmijët e vegjël, duke filluar dhe 2-3 vjeç dhe deri në moshat 60-70 nuk përjashtohen. Si meshkujt dhe femrat preken në mënyrë të njëjtë. Kjo është një patologji që mund ta themi me shkaqe më tepër të panjohura në organizëm. Nuk i dihen shkaqet e sigurta nga se vjen ose nga shkaktohet dhe më tepër mendohet se mund të ketë faktor që mund të ndikojnë. Ne flasim gjithmonë me mund. Të tillë faktor mund të jetë infeksionet e grykëve, infeksionet e dhëmbëve. Ja ky është rasti një fëmie që kishte probleme dhëmbët e vet ishin të prishur. Shfaqet tek flokët problematika. E veçanta është se floku bie në mënyrë të menjëhershme, nuk është se kemi rrallim të zonës së vatrës. Në një moment nuk ka shenja paraprake? Nuk ka shenja paraprake, mund ta shoh të nesërmen ose pas 2-3 ditësh, nëse më përpara nuk e ka vënë re atë vatrën, e sheh veten e vet pa flok. Pra floku bie në mënyrë të menjëhershme, pa pasur asnjë ankesë subjektive. Në një përqindje shumë të vogël të rasteve, personat referojnë një djegje ose një kruarje të lehtë para se të bien flokët. Është një rast ekstrem që po shikojmë disa. Ka disa vatra. Në persona të caktuar mund të shfaqet 1 ose 2 vatra, në persona të tjera mund të shfaqen mjaft vatra. Ka dhe raste më të vështira akoma që kemi humbje totale të komplet pjesëve të flokut, jo vetëm të kokës, po duke përfshirë dhe qarpikullat, vetullat, pse jo dhe gjithë qimet e sipërfaqes të trupit. Ja ky është rasti që unë sapo përmonda. Si kemi për të trajtuar këto raste, Albana? Duke qenë se shkaqet e formës për cilën folëm në formë vatra nuk dihen të mirëfillta, gjithsesi bëhet një kontroll, qoftë për të përjashtuar një anemin, qoftë për të përjashtuar çrregullimet e tiroides, për të parë infeksionet e ndryshme të grykëve ose të dhëmbëve, dhe stresi njihet një faktor. Në pjesën më të madhe të rasteve, të paktën nga eksperjenca jon, infeksionet e grykëve ose infeksionet e dhëmbëve apo stresi predispozohen si faktor ose mbahen si faktor recidivus, përsëritës. Është një patologji që edhe ne mjekët shpeshherë nuk e kemi të sigurt se si do hec vetë patologjia. Kur po flasim për format ekstreme, si kjo që është paraqitur që sapo e pam. Po, sapo e pam dhe që është akoma në ekran, këto janë raste më të vështira për të trajtuar, ndërsa në rastet kur vatrat janë më të pakta, ato hecin mirë me trajtimet e dhëna duke mbajtur gjithmonë në kontroll. Por asnjë nuk mund të themi me siguri që patologjia është 100% e rikuperueshme ose që nuk mund të rikthehet përsëri, nuk mund të shfaq përsëri recidiva. Kjo lidhet me ato që thamë që është një patologji jo me një shkak të sigurt të mirëfillt. Kjo është një rënje totale, një rënje totale e flokut. Baza genetike ekziston, sidomos në format e rënjeve totale, shpeshherë ata referojnë që dikush tjetër në familje ka pasur probleme të tilla, ndoshta edhe jo gjithmonë. Pavarësisht në pjesën më të madhe të rasteve, me gjithë ekzaminimet e bëra, jo gjithmonë ne kemi arritur të rezultojmë një shkak të mundshëm ose lidhje midis kësaj patologjie dhe faktorit të vetë që e ka shkaktuar. Ja, po shikojmë edhe raste të Kjo është një formë tjetër e rënies së flokut, kjo bëhet fjalë për alopecinë androgjenike ose rënien e flokut me bazë genetike. Janë 2 patologji të ndryshme nga ajo që unë përmenda me vatra. Kjo patologji shfaqet pra kemi kaluar tek rënia në formë genetike tash. Po, rënia genetike që prek kryesisht meshkujt dhe femrat, kjo bëhet e dukshme kryesisht pas moshës 20 vjet, por që të shfaqet kjo formë rënie së flokut duhet të ekzistojë patjetër faktori genetik. Dikush në familje, nga njerëzit e nënës ose të babait, dikush më përpara ka pasur këtë tendencë. Fillimet e kësaj rënie floku janë kryesisht në moshën pas moshës 20 vjeç. Në fillimet e veta është e vështirë që të kuptohet nëse rënia e flokut është me bazën genetike apo kemi rënien e përgjithshme për atë të cilën e folëm në fillim të flokut, por me kalimin e kohës deri në moshën, ja kjo është një pamje e rënieve të flokut me bazë genetike te femrat. Në fillim është më i ralluar, pak i rallë. Si kuptojmë që është me bazë genetike dhe jo në formë vatra? E kuptojmë sepse në rënien e flokut me bazën genetike fillojmë kemi një rallim të flokut vetëm në pjesën e kurorës, në pjesën frontale të flokut. Fillon floku bie në mënyrë graduale, pacientët nuk referojnë atë rënien masive, po janë fazat të ndryshme, do të thënë fillon që në moshën 20-21 dhe në ato fazat e para është e vështirë për ta kuptuar. Thjesht mbajtja në kontroll e pacientit ose anamneza e pacientit për
për të patur dikë tjetër në familje rënje flokut me bazë genetike, na orienton drejt kësaj rënje. Pacientët me këtë formë genetike të rënjes së flokut referojnë jo rënjen masive të flokut, por thjesht vërejnë që floku i tyre është ralluar. Është ralluar dhe kryesisht tash në pjesën e kurore së flokut, dhe ky rallim vazhdon të bëhet gradual dhe bëhet evidente. Shumë evidente. Bëhet evidente ndër moshën 26, 27, ndoshta edhe 28, ndoshta edhe më vonë sepse ndryshon në persona të caktuar. Duket rallimi në pjesën e kurorës dhe ne mjekët e kuptojmë direkt pasi kjo patologji flet vetë, kuptohet kur është, ose për shembull te meshkujt vëret një tërheqje në dy pjesët anësore të pjesës së ballit, tërheqje floku dhe kjo tërheqje vazhdon të thellohet akoma më tepër. Në këtë rast trajtimi do të konsistonte në zgjatjen e ciklit të flokut. Ne nuk mund ta evitojmë dot atë çfarë është genetike, nuk mund ta evitojmë dot arritjen e tullaçërisë, po flas për meshkujt në një moshë të caktuar, ndoshta në moshën 45, dikush ndoshta edhe në moshën 30, pasi ekzistojnë edhe faktorë të tjerë agravues që mund ta rëndojnë ose mënyra e stili jetesës, stresi, duani që rëndojnë më tepër një patologji të rënjes së flokut me bazën genetike. Pra, zgjatja e ciklit që nuk kupton çfarë trajtimesh. Zgjatja e ciklit, trajtimet janë specifike. Për çdo formë rënje së flokut ka mjekimin e vet. Pas kontaktit me pacientin i cili ka probleme me rënjen të flokës, në varësi të tipit të rënjes së flokës, ne fillimisht i këshillojmë të bëjmë një sër ekzaminimesh, analizash për të përjashtuar shkakun e mundshëm të rënjes së flokut. Qoftë edhe në rastin e rënjes së flokut me bazë genetike. Një moment në photoshopim fazat e ndryshme të rënjes së flokut me bazë genetike të meshkujt, që nga stadiet e lehta, kur kemi vetëm tërheqje të flokëve në pjesët temporale, në pjesët anësore të ballit, pastaj thellohet më tepër, derisa shfaqet tullaçëria e plot ose e pjesshme, kryesisht duke përfshirë dhe pjesën e majës së kokës, pjesën e verteksit, siç e pam dhe te fotoja e dhënë më sipër. Pra, po kuptojmë që personat që e shikojnë pjesën ballore që kanë problematika ka të bëjnë me bazën genetike. Sigurisht, por kjo nuk do thotë se ata nuk do paraqiten te mjeku, për arsye sepse kanë në disa raste përveç bazës genetike, ka dhe faktorë të tjerë agravues, rëndues që e shpejtojnë më tepër. Për shembull, në rastet e femrave, një anemi ose periudha pas lindjes mund ta thellojë shumë tepër dhe mund ta bëjë shumë tepër të dukshme. Kjo nuk do thotë se kemi një rënje flokush me bazë genetike dhe ne nuk duhet të bëjmë asnjë ekzaminim ose asnjë kontroll. Analizat për anemin ose për patologjitë e tiroides duhet të bëhen si për rënjet e përgjithshme të flokut, ashtu dhe për rënjen e flokut në formë vatra ose për rënjen e flokut me bazë genetike për të përjashtuar dhe faktorët e tjerë të mbivendosur në mënyrë që cikli i flokut të zgjatet më tepër. Kur flasim për bazën genetike për këtë lloj rënje të flokëve, për këtë shkak, femrat apo meshkujt keni hasur raste që e vuajnë më shumë? Normalisht shfaqet si te femrat ashtu dhe te meshkujt, vetëm tek meshkujt është më e dukshme rënja e flokëve dhe duket sikur meshkujt vuajnë më tepër nga kjo patologji, por në të vërtetë pothuajse është e njëjtë. Vetë se femrat nuk bëjnë asnjëherë tullace, vetëm rallohet floku në pjesën e kurorës. Të paktën kjo është pak pozitive. Mjekimi do të ndihmonte në zgjatjen e ciklit të flokut, pasi vetë çdo fije floku ka një ciklin e vet të zhvillimit dhe kalon në 3 faza të veta, fazën anagene ose fazën e zhvillimit, fazën transistore dhe fazën telogene ose fazën e rënjes së flokut. Zgjatja e ciklit kryesisht të fazës anagene do të ndihmonte që më pak flok të binte dhe disi të lehtësonte atë stresin që është i lidhur me këta pacientë të cilët vuajnë nga rënjet e flokëve. E vërtet. Terapia që ne përdorim ndoshta në mënyrë individuale për të menjanuar rënjen e flokëve ose kur drejtohemi tek farmacisti për shembull pa konsulta mjekësore, a mund ta rëndoj kjo, mund të na hap probleme të mëtejshme nëse nuk konsultohemi me mjekun dhe ndërmarrim vetë nisma? Normalisht medikamentet janë të ndara për çdo formë të flokëve, secila formë e flokëve ka terapitë e veta. Por fillimisht përpara marrjes së terapisë kjo ndodh shpesh, sepse pacientët mjekojnë 2-3 muaj vetë duke drejtuar në farmaci, duke marrë medikamente të ndryshme dhe duke mos pasur atë rezultatin e vet, janë të detyruar të kthehen te mjeku dermatolog. Fillimisht duhen bërë ekzaminimet. Nëse ne nuk do ta evitojmë, nuk do ta gjejmë shkakun dhe nuk do ta trajtojmë shkakun, nëse ai është i mundshëm për t'u gjetur në varësi të formës. Për shembull, format e rënies së përgjithshme të flokut në pjesën më të madhe të rasteve shkaku është i evitueshëm. Trajtohet shkaku dhe pastaj shtohet terapia me element specifik ose me vitamina
që janë të nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e flokut, duke përmendur biotinën ose sulfatin e zingut ose medikamentet të tjera të cilat përmbajnë aminoacidet esenciale për rënien të flokëve. Por këto asnjëherë nuk duhet të fillojnë fillimisht, do ishte humbje në kohë më tepër ose harxhimi kostos së pacientit kur duhet të rikthehemi në një hap të dytë për të bërë ekzaminimet përsëri. Edhe në sa faza kalojnë këto, që nga ekzaminimi, trajtimi, kërkon një kohë të gjatë apo janë trajtime që bëhen në mënyrë të vazhdueshme nga ju, për ta mbajtur të paktën në një stad, në atë stad që është problemi në rënies? Në momentin ato mjekimi ka pak kohë zgjatjen e vet, ndërsa gjithë ekzaminimet, gjithë terapiat ato përfundojnë shpejt. Pas bërjes së ekzaminimeve, pacienti i fillojë direkt terapia, pastaj për rënien e flokëve në varësi të formës mund të shkojë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, por specifike për format e veta. Më të vështira për të trajtuar janë alopacitë në formë ose rënjet e flokëve në formë vatrash, kryesisht kur format janë shumë të përhapura ose kur fillojnë në moshat të hershme. Në rastet që kemi një humbje totale të flokut, në moshat pediatrike është dhe më i vështirë fillimi i terapisë. Po si bëhet në këto raste, Albana, kur flasim për fëmijë, ndoshta trajtimi është më i vështirë për këto raste, edhe me procedurat? Trajtimi është i vështirë më tepër në rënjet e flokëve komplet, totalet. Në ato raste sepse fëmijët janë të vegjël, nuk mund të fillojnë dhe kortizonikët që është një opcion terapie në rastet e mjekimit të saj, por gjithsesi mbahen me multivitamina pasi janë dhe solucione që aplikojnë në lëkurën e kokës, duke mbajtur në kontroll her pas here pasi janë përjashtuar të gjithë shkaktet e mundshëm dhe duke mbajtur pacientin në kontroll. Dhe në rastet kur janë shumë të vështira, një opcion pastaj janë zgjedhja e parukeve, po flasim gjithmonë në rënjet e flokut total në formë vatrash, pa ngatruar me rënjet e flokut me bazën genetike që shfaqet në moshat e rritura. E kuptoj. Produktet e ndryshme që përdorin për shembull femrat, kryesisht ndalemi këtu. Produktet kozmetike, përmendëm pak më herët bojrat e ndryshme, ndoshta llaku i flokut, shampo të ndryshme, mund të na ndikojnë tek rënja e flokëve? Duhet të shqetësohemi lidhur me këtë pjesë? Më tepër në faktorët e jashtëm që ndikojnë rënjet e flokëve, më tepër mund të ndikojë permanenti ose dekolorimi ose krefjet e vazhdueshme të çdoditshme nga ato aparaturat e nxehta që mund të përdoren, por kryesisht mund të mendojmë që është ky shkak pasi kemi përjashtuar gjithë faktorët e tjerë të mundshëm të përmendur. Pas një anamneze të kujdesshme, duke pyetur se jo gjithmonë është e lehtë. Pacienti jo gjithmonë mban mend për historikun ose t'i jap një anamnezë të plotë rreth 2 muajve përpara çfarë në lidhje me qoftë me stresin që ai mund të ketë kaluar, qoftë me një sëmundje tjetër, ai kujtohet vetëm për momentet e fundit ose për javët e fundit. Ndaj është shumë e kujdesshme për të marrë gjithë hollësitë e nevojshme në mënyrë që të evitohet ai shkak dhe trajtimi të jetë sa më i plot. Po ka edhe periudha kur rënja e flokëve është më evidente dhe është më e pranueshme, më e njohur. Për shembull periudha e vjeshtës është një periudhë ku në përgjithësi njerëzve u bien flokët dhe nuk duhet të shqetësohen? Persona duhet të shqetësohen vetëm nëse kemi një rënje atë të cilën e përmenda mbi 100 fije në ditë, ose që vetë personi e kupton në tërheqjet e veta që i bën flokëve kur dora i mbushet me flok. Nëse vëren një rënje e cila është kalimtare që zgjat 1 muaj ose 2 muaj dhe kjo rënje nuk e kalon ato 5-6 fije të tërhequra, nuk duhet të shqetësohet, ose në ato raste mund të marrë dhe vetë duke konsultuar me mjekun pa bërë ekzaminimet e nevojshme, duke marrë multivitaminat që janë më specifike për flokut, ato të cilat janë më të nevojshme që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e flokut. Por nëse rënja do vazhdojë dhe nuk kalon 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj dhe vazhdojnë të bëhet më evidente dhe gjithmonë situata rëndohet, ekzaminimet duhen bërë patjetër, ekzaminimet laboratorike. Shumë persona shfaqin ankesa edhe gjatë momentit të larjes të flokëve ka rënje në këtë kohë. Flasim për femrat gjithmonë. Krehja e flokëve, çfarë duhet kemi parasysh kur flokët janë të lagura, krehja me krëhër, disa lloj krërash, nuk e di, ka një problematike edhe këtu. Ankohen femrat se u bien flokët në momentin që ato kanë të lagura. Normalisht floku i cili ka mbaruar ciklin e vet të jetës ai flok do bjerë. Nëse nuk do binte gjatë është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Ne nuk tërheqim një flok të shëndetshëm. Floku që është në fazën e rritjes, vetëm nëse tërhiqet me shumë forcë, vetëm atëherë bien. Ndërsa ai flok që është gati për të rënë, sepse
Pacientët shpeshherë thonë, ngurojmë të krefim flokët, ose nuk mund të krefim sepse kam frikë se do më mbushet krëri. Ai flok nëse nuk do bjerë atë në atë moment, mund të bjerë të nesër me vetë, pa pasur nevojën për tërheqjen. Dhe ai flok i ri në kushtet normale, ai flok që bie zvendçohet me një flok të ri të shëndetshëm. Ju rekomandoni produkte kozmetike, për shembull shampo, të cilët ndikojnë në përmirësimin e rritjes së flokut dhe në mos rënjen e tij? Ka produkte që mund na ndihmojnë? Ka produkte të tilla, por nuk mund të themi se do jetë shampoja ajo që ne do na ndalojë rënien e flokut. A si shkojmë në farmaci shpesh herë? Sigurisht, gjëja e parë që kërkojmë një shampo të tillë. Gjëja e parë e kemi hasur shpesh dhe në praktikën tonë të përditshme, gjëja e parë që thotë klienti në momentin që vjen pacienti thotë jam drejtuar ose kam marrë shampo, kam 2-3 muaj, kam marrë një shampo, të cilat janë specifike kundra rënies së flokëve dhe floku nuk ka ndaluar vazhdon të jetë rënja. Shampoja vetë është e pafuqishme, nuk mjafton vetëm një shampo që floku të ndalojë atë rënien e vet, janë të nevojshme multivitaminat e ndryshme, ekzaminimet paraprake të rëndësishme ose specifike në varësi të rënies së flokut. Jo çdo lloj forme ka të njëjtën mjekim. Për shembull, alopecia me bazën genetike ka skem tjetër mjekimi. Rëniet e flokut në formë vatra ka terapi të ndryshme. Të rriturit ne bëjmë injeksione në vatrat e rënies, qoftë në pjesën e fytyrës të meshkujt, në pjesën e mjekrës, apo në pjesën e vetullit ose në pjesën e flokut. Janë injeksione të cilët bëhen nga mjeku dermatolog dhe mund të bëhen një në 2 javë, një në 4 javë ose një në 10 ditë në varësi të stadit të shoqëruar me terapi të tjera. Nëse rënja e përgjithshme e flokut ka nevojë për prapë dhe ajo për terapinë e vet specifike, kryesisht medikamentet me bazë që kanë biotinë, sulfatin e zinkut, elementet më të rëndësishëm që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e flokut. Dhe diçka tjetër që më shqetëson dhe dëgjoj shpesh, dërimi i shampove bëhet shkak për rënien e flokëve, mos përdorimi i një lloj produkti kozmetik. Ka disa persona që janë të fiksuar dhe përdorin vetëm një lloj shampoje, të tjerë e ndërrojnë, ndoshta për më mirë, po. Normalisht duhet jemi të sigurt për shampot që përdorim. Nëse shampot janë të prodhuara ose të garantuara, nuk kanë arsye pse të shkaktojnë rënien e flokëve. Megjithatë, dhe larja çdo ditë e flokut nuk është se këshillohet. Problem tjetër, është problem tjetër, sepse dhe ato kanë kimikate të ndryshme, substanca të ndryshme. 2-3 herë në javë është e mjaftueshme, s'ka pse floku të lajë çdo ditë. Dhe ka raste mundet nga përbërësit e veçantë që mund të ketë një shampo, personat mund të jenë të ndjeshëm dhe nuk mund të ndjejnë rat ose thotë nga përdorimi i kësaj shampo, unë vura re që kam një rënje të flokut. Nëse ai e ndërpret atë shampo dhe nuk e përdor më dhe arsyeja dhe nuk shef më rënje të flokut, problemi është i zgjidhur. Ai duhet ta evitojë shampon dhe të mos ta përdor më. Nëse edhe 1 muaj, 2 muaj pas ndërprerjes së shampos, përdorimit të një shampo tjetër vazhdon problemi, atëherë është detyruar. Nuk është faj i shampos, ka qenë një koincidencë, ai është i detyruar të drejtohet për të marrë një trajtim të mëveshëm. Edhe stresi është një arsye që shpeshherë ne e neglizhojmë, por që ndikon në rënjet e flokut. Ose nuk e dim që është arsye. Shumë njerëz nuk e dinë që mund të jetë arsye. Po, sigurisht mund të mos ta dinë. Është i nevojshëm dhe nëse ai stres vazhdon, po flasim një stres më të shprehur se stresi i përditshëm, të cilën e përjetojmë të gjithë. Është një faktor që ndikon në rënjet e flokëve dhe nëse ai stres vazhdon, ai faktor vazhdon përsëri të persistojë, pavarësisht terapisë së dhënë, mjekim, përmirësimi do jetë jo i lehtë gjithmonë, nëse kemi vazhdimin e shkakut. Pra është e rëndësishme shkaku, evitimi i tij dhe terapia plotësuese. Po, dhe e rëndësishme është gjithmonë ne t'japim mesazhe dhe të sensibilizohemi për të kujdesur për veten, për flokët në këtë rast që në fazat e para kur shfaqet një problematik dhe ne e vëmë re të shkojmë tek mjekja ose tek mjeku përkatës. Duke qenë se ju jeni edhe pedagoge në Universitetin Kristal, pedagoge për lëndën e dermatologjisë, shikoni ju një lloj sensibilizimi, kanë informacion të rinjt lidhur me këto shqetësime, me këto problematika. Flasim sot me që se undalëm të rënja e flokëve, por jo vetëm, sa ndërgjegjësuar janë për të shkuar të paktën për të bërë edhe një konsult, pyesin, kanë njohuri. Normalisht rënjet e flokëve janë stres për çdo person, jo vetëm për personat, por ndoshta edhe për familjarët e tyre, nëse rënjet e flokut fillojnë në mosha të vogla. Të gjithë drejtohen. Drejtimi i parë ndoshta s'është e mjeku, por është e farmacisti, pavarësisht se është i gabuar ata drejtojnë direkt. Pothuajse të gjithë moment që e shohin që floku ju bihet, duke qenë se ka lidhje me pjesën e aparencës jashtme, drejtohen. Dikush drejtohet për të marrë një shampo, dikush drejtohet për të marrë thjesht multivitamina dhe farmacistet gatshme, pavarësisht se mund të mos i njohin të gjitha format e rënjeve të flokëve, e japin. Janë të rralla farmaciste të cilat thotë duhet të drejtohesh te mjeku dermatolog, të marrësh këshillimin dhe pastaj të marrësh terapinë e duhur për rënjet e flokëve. Pra më tepër është drejtimi i gabuar se sa neglizhenca. Të gjithë janë të stresuar, po
janë goxha të stresuar. E kuptoj. Mund të ishte një zgjidhje mbjellja e flokëve për shembull për këto raste, apo e shikoni si problematike edhe këtë pjesë, ka efekte anësore, pasi po dëgjojmë për persona që edhe shfrytëzojnë këtë lloj mënyre teknologjitë e reja ndërhyrjet në mbjelljen e flokëve. I propozoni ju? Sigurisht, transplanti flokëve bëhet në rënjet e flokut me bazë genetike. Sigurisht duhet ketë një pjesë të flokut, në rastet e flokut me bazë genetike, të meshkujt, pjesa e mbrapme e flokut është e shëndetshme. Është një zgjidhje, ajo mund të bëhet në mosha të caktuar, duke filluar mbi mosha 35-40 vjeç dhe në vazhdimsi është zgjidhje për të shmangur atë stresin ose atë ndjenjën e të pakëndshmit që ndjen personat të cilët kanë stres në lidhje me rënjet e flokut. Një zgjidhje që jo çdo kush mund ta bëj pasi është shumë e kushtueshme. Sigurisht. Duhet parë edhe kjo pjesë. Dhe në përgjithësi, duke qenë se jemi dhe drejt fundit të bisedës, janë të kushtueshme trajtimet që kanë të bëjnë me problematikat me rënjen e flokëve. Flasim për dy problemet kryesore, rënjen në formë vatrash, në formë me bazë genetike. Jo, nuk janë të kushtueshme. Kuptoj që do një farë kohë që duhet të zgjatet mjekimi. Personat me rënjet e flokut në bazë genetike ne u këshillojmë që 2-3 herë në vit për periudha 2 herë në vit, ndoshta në periudhën e vjeshtës dhe në periudhën e pranverës, të marrin medikamente për multivitamina të ndryshme ose locione lokale që përdoret për masazh, të cilat i zgjatin për një periudhë 2-3 muajore. Jo, nuk janë të kushtueshme. Kanë çmime normale, medikamentet nuk është se janë të papërballueshme, ose qoftë në rënjen e përgjithshme të flokut. Po, ja vlen edhe të investojmë edhe sikur të ishin më të kushtueshme, duke qenë se për riparimin dhe kujdesin për flokëve duhet të tregojmë një vëmendje të madhe. Albana, unë të falenderoj shumë që ishe në studio, që kemi folur së bashku për këtë problematik, pra për rënjen e flokëve sot, edhe herë tjerë do të kemi përsëri për diskutuar për ato probleme që na shqetësojnë të gjithëve dhe duhet marrim masa ndonjëherë edhe të menjëhershme. Ju faleminderit dhe unë për ftesën tuaj. Ishte kënaqësi. Ndërkohë ne do të vjojmë programin ton, bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, rikthehemi përsëri në studio, kemi të tjera rubrika që do t'i sjellim për ju së bashku me kolegun tim Enea Meksi. Ju qëndroni në Planet Televizion.